Sot ka kaluar mbi 80 vite jetë, mbi 80 vite me përvoja të mira, e me barjera e sfida të cilat nuk e kishte në dorë që të thoshte jo. Është ky 81 vjeçari Adem Hasolli, i cili për afër 5 dekada kishte qenë mësimdhënës, me ditar në dorë, kishte shërbyer në kohë lufte, në male, e po ashtu edhe në liri. Ademi përpara se të flasë për jetën e tij me plot sfida, flet pak për fshatin, i cili thot se në një farforme i u mohua e drejta për të qenë fshat me bujqësi e blegtori. Jetesa në fshat, në fshatin ton, për fat që ashtu e kemi pas edhe pozitën edhe u zhvillon disa punime në një jetësi përpartësore të eksploatimit të thëngjillit për elektronat e Kosovës. Dhe me hapjen e aty në mihjeve si përpartësore, u krijuan kushte tani edhe për inkuadrimin e njerëzve të kësaj rrethine, përfshi edhe fshatin ton. Dhe ajo e ka ndihmu shumë në atë aspektin material e kom fjalën popullatën, se u punësu njerëzia shumë këtu, edhe po në aspektin tjetër, sa na ka ndihmu, qaq edhe na ka dëmtu. Se fshati, si fshat tani mo nuk mbeti si fshat, po mbeti si një koloni e punëtorëve, si një vend banim që është i përbom me njerëz punus në qatë ndërmarrje ekonomike, dhe kështu u zvogluan ato mundësit e jetës në fshat me ato bagti, me ato punimet të tokave, se toka veç u ekspropriu, do me thonë, kur fillun punimet me zbulue si përfaqen e me ndjerë thëngjillin, pjesa dërmuese e tokave të punume u shndrun tash në atë bazenin e nxjerrjes së thëngjillit. Dhe kështu nuk met mo ky fshat si fshat bujqësor, po u bo si një qendër industriale. Shkollimi në kohën e tij thot se kishte qenë jashtëzakonisht i vështirë, saqë shumicës iu kishte pamundsuar shkollimi si shkak i kushteve ekonomike. Ai po ashtu tregon se kishte udhëtuar në këmbë 30 kilometra. Vallai mi ju thon të drejtën, juve tash të rive të kësaj kohe mi ju tregue realitetin që ka ndodhur me neve në atë kohë. Shkollimi ka qenë jashtëzakonisht i vështirë, se kushtet rrethonat kanë qenë asisoj që e kanë pamundsuar atë. Për shembull, distanca, largësia e shkollave, të gjitha profileve, do me thonë qendrën Prishtinë, ka qenë një relacion prej 15 kilometra. Merrni me men, unë e kum shkuar në Prishtinë kom, edhe jom kthyer në Sjelltas kom. Apo merrni me men çto. 15 kilometra në shkumje edhe ana Sjelltas në ardhje. Ajo nuk ka qenë lehtë. Me i thonë që ty në trive sot juve, hajde filloni punën në shkolla, por keni me udhëtue ka 30 kilometra në ditë. Mjetet e transportit thot se kanë qenë shumë të ralla. Shqitoni tash fillun disa gjona mu ngjall, disa aktivitete, për shembull, bie fjala na e patëm fatin që këtu qarkulloi ke edhe treni, për shembull Fush Kosovë, Pej. Edhe tash në qëtë relacion, sa i përket shkumjes, për shembull, e kemi pas qatë trenin që shkojshin me tren, po mu këhy në qatë kohën kur i mbarojshin mësimet, s'ka pas tren, s'ka pas orar të trenit. Në me thonë, dhe është më orë kom. Kështu që
mjete transportuese në sistemin e automjeteve, për shembull autobuse, mjete për shembull komunikacionin tokëtor, nuk ka pas bërë në atë kohë. S'ka pas bërë. Po në aspektin financiar, As një kerë në fshatin tonë nuk ka pas kur qitu. Jo, në atë kohë merrni me mentës. S'ka pas. S'ka pas. E vetë një mundësi ka qenë që ky treni që qarkulloj ke prej Pejes në fushë Kosovë, po ai orar nuk u përpiloj me superpushte me orarin e mësimeve atje. Kështu që, po thëmë pjesat dërmuse kom krejt. E kjo ka ndodhë deri bon krejt, vallaj. Pas viteve të 70-ta, thot se jeta kishte filluar të përmirësohet, por që nuk shkoi gjatë, pasi që morën goditje nga lufta. Deri mas viteve 70-ta fillun disa përmirësime sa i përket standardit të jetesës së njerëzve, u bon disa rrugë, u shtruan disa rrugë, domethënë, u bo rruga Prishtinë, fushë Kosovë, ajo magjistralja për Pej, Gjakov e Pridren. E kështu me radhë, domethënë, u përmirësuan disa kushte, po shumë ngadale, se u zhvillojke jeta, po u zhvillojke shumë me tempo ngadalësume. Nuk kishte ekonomi zhvillume, s'kishte punësim të njerëzve, s'kishte zhvillim të industrisë, të përpunimit materialeve të ndryshme e tjera. Dhe i kemi pas vështirë jashtëzakonisht në ato kohë. Po gradualisht kuptohet koha i sjell këto krejt, edhe u përmirësuan kushtet. Tani e patëm fatin e keq që në vitet e 90-ta u ballafaqum me një krizë shumë të madhe, edhe ekonomike, edhe sociale, edhe shpirtnore, edhe në çdo aspekt kemi qenë të shtrydhun skajshmërisht në ato kohë, po edhe në qëto kushte, në qëto rrethona, po ish entuziazmi, ish ai brulli, ai vullneti i popullatës për të ardhur deri te liria, edhe në qëto kushte valloj se mi ndalë, veç për kundërzi me ton qenjen ton fizike dhe mendore, e kemi shpenzu në qatë dritim. Dhe me thonë, mos mu nalë shkollimi, merrni me mend çka kish me ndodhë me u pas nalë shkollimi 10 vjetë. 10 vjetë mu nalë shkollimi tërësisht. Çka kish me ndodhë? Që ato se kemi leju. E kemi urheq arsimin në Kosovë, sistem paralel u quajke aja, dhe me thonë, paralel me sistemin shtetëror, që sistemi shtetëror i kisha ato planet e veta, orientimet e veta, po na drejtimin ton, mësimin e kemi zhvilluar në për oda, në për shtëpi private. Gjatë ati 10 vjetë. Ajo ka qenë period për neve shumë e rënë, shumë e vështirë, po vullneti ka qenë shumë i madh. Qysh të arrim që edhe në qëto kushte mos ndalemi, po për kundrazit bëjmë çmos e t'i aftsojmë këta tri, t'i përgatisim për jetën, për ardhmërinë e tyre. Dhe kjo ka ndodhur me neve. Vallaj s'kemi dit as mullodh, as kemi dit as natën munal, as ditën, as vazhdimisht qështu të aktivizu. E periudhën kur kishte qenë mësimdhënës edhe pas luftës, e quan rilindje dhe rifreskim të asaj që kur nuk u shua, dëshirës për të qenë i lirë. Gjithashtu, flet se sa e vështirë kishte qenë mësimi për 10 vite në shtëpi shkolla. Ajo quhet ringjallje, ajo renesancë. Dhe më thonë, prej një sistemi, prej një mjerimit skajshem, në çdo aspekt, që sistemi i atëhershëm regjimit sërb ka qenë me shkatëru qëtë popull.
me shkatëru në çdo mënyrë, në çdo aspekt. Vetëm me i detyruar edhe ata që kanë marrë në jetë me i largu nga këtu. Po nuk arriti, e patëm fatin që ato vitet 90-ta, do më thonë vitin 98, 99, ai ka qenë vendimtar për neve. Fillimisht u formuan formacionet guerile, ato kanë qenë formacione guerile ushtarake, nuk ka qenë ushtria rregullt ushtria jonë, me rëndeshte, ma nuk kemi pas ushtri të rregullt. Po, ushtri vullnetare për mbrojtjen e pragut të shtëpive të këtij populli. Dhe asaj force ushtarake. Ushtarake pequj se ushtar, ata kanë qenë vullnetarë, ka pas pjesëmarrës në lufte dhe në moshën 15 vjeçare, 14 vjeçare, 18 vjeçare mos folim atutje, ata kanë qenë ushtarë. Pse? Me ardhë të liria e popullit, se liria është ajo më e shtrejta për njerëzimin. Dhe arritëm që ato me ndihmën e forcave ndërkombëtare e sidomos me forcat e NATO-s. Derisa NATO intervenoi këtu, atëherë fati jonë lindi pikrisht aty. Kishim aleat, kishim miq, krijum miq në atë kohë, miq edhe ata miq kryesor të botës. Do më thonë fuqit më të mëdha të botës ishin aleatët tonë në luftën e këtyre djemve e vajzave tona për liri edhe demokraci. Edhe ja arritëm qatë qëllim. Ai keni fati madh për neve. Ajo po thëmë ka qenë sikur diçka kur vdes, po për momentin gjallet. Ajo ishte ringjallje e jona. E ato vitet të një pas luftës, ato po ashtu të vështira shumë, në të aspektin tash. Jo, pse e kishim anmikun, se anmiku veç u dëbun nga këtu, po ish në pyetje tash rindërtimi i vendit. Vendi ka qenë i shkatruar mase 90% të vendbanimeve, shtëpive të njerëzve kanë qenë të djegura. Që ky fshati jonë këtu, që ky bardhi i madh, 98% ka qenë i djegur. Merrni me mend tash, 98% kanë shpëtuar janë 20-30 shtëpi krejt, edhe ato ku me dy që ka dhonë se edhe ato s'kishin shpëtuar. E qështu që, dhe më thonë, o dash një anis tash prej zerot. Edhe me bo një jetë normale për njerës, me pas një kul mbi kokë. Dhe më thonë, me pas një strehim dikun, kemi fillu me do tendan, me do qështu, hajtë sot, hajtë nesër, hajtë, edhe ja rritëm me ndihmën e ndërkombëtarëve i falenderoj unë në këtë rast, po që faq atë dëshirën time dhe vullnetin tim dhe atë falenderimin tim të pa imagjinueshëm ndaj atyre njerëzve që në kanë ndihmuar në ato rrethona, në ato kushte. Vetëm që tu në bardhin e madh kanë ardhur me qindra e qindra kulma për ndërtesa për me vue njerëzve që kanë met pas strehim. Afër 5 dekada me ditar në dorë dhe përgjithësi para nxënësve, Adem Hasolli, sot 81 vjeçar, përshkruan momentin e pensionimit. Lloj për mua unë edhe gjatë luftës kom qenë në arsim, edhe gjatë luftës. Jo veç këtu, po edhe dëbimi jonë që ndodhi në Shqipëri, se në Shqipëri kalum tani, edhe në Shqipëri tani kum punu në arsim atje me nxënës tonë këtu, që përngullur, unë e bashkë me ta
ku punue edhe në Shqipëri, e kemi organizu mësimin. Do me thonë, nuk e kemi ndërprej mësimin asë si, asë këtu e asë atje. Ka qenë kjo, po thonë, vullnet i pa imaginushen. Nuk kemi ditë me thonë ullora, asë po muja, ajo s'ka orë parasysh kur. Jo. Ja. Kështu që e falenderojmë shumë Republikën e Shqipërisë, me hapi derin, me strehoj atje, edhe shpëtum prej asaj masakre që ka qenë këtu, që popullatës, ajo pjesa dërmuse, natyrshëm që kemi pas sakrifisa shumë, kemi pas humbje shumë, kemi pas... Krejt ato arsyetohen me lirin. Liria është më e shtrejta. Liria. Pa liri s'ka jetë. Dashurin ndaj punës e ndaj atë dheu do të thotë kur ti sakrifikon papritur asgjë në këmbim, duke dhënë nga vetja që të tjerët të përfitojnë, duke mos e pasur parasysh përfitimin personal, por atë që arsimi të mos ndalet as kur kërset pushka e armiku sulmon.